Prokuria e posaçme ka mbyllur hetimet dhe ka dërguar për proces gjyqësor në GKKO për 1 muaj një prej fraksioneve të dosjes Plumbi Art, bazuar në dëshmitë të pandehuri të drejtësisë Nuredin Dumani. Çështja aktualisht ndodhet në seancën paraprake, ndërsa është dashur caktimi gjyqtari nga Gjykata e Tiranës për shkak se ishin konsumuar gjyqtarët e GKKO-s. Këshilli i lartë i gjykatave ka zgjedhur Kujtim Vraniçin si gjyqtar të seancës paraprake, kjo pasi të gjithë gjyqtarët e tjerë të GKKO-s kishin dhënë vendime apo maza të mëparshme në lidhje me këtë dosje dhe duhej caktuar një gjyqtar i ri sipas procedurës. Çështja ka 11 persona të pandehur, shumë prej tyre dhe krerë të organizatave kriminale dhe emra të dëgjuar të botës së krimit, si Suel Qela, Marius Lulaj, Florence Çapja, Talo Qela, Festim Çoli, Kambera Gron Mehlaj, Elion Ervis Bitri dhe mbreti i Kumbarit i zhdukur prej 3 vitesh pa gjurmë, Ervis Martinaj. Të tjerët e marrë të pandehur në dosje janë Abedin Mama, Alex Qela, Alket Gjigja dhe Elvir Merlika. Ky grup u veçua nga pjesa tjetër e Plumbit Art, për shkak se ishin me mungesë deri më sot ende nuk është ekzekutuar masa e sigurisë për ta. Dosja hetimore zbriti në gjykatë në muajin maj të këtij viti, teksa pritet që gjyqtari i çështjes paraprake brenda 10 ditëve të caktojë datën për zhvillimin e seancës në GKKO. Hetimet janë kryer nga prokurorë Doloresa Musabelli dhe Behar Dibra, teksa i kërkohet GKKO-s kalimi i dosjes në proces dhe aktualisht ndodhet në seancë paraprake. Të pandehurit akuzohen me shumë ngjarje të rënda kriminale që nga financimi, organizimi, urtërimi, ekzekutimi dhe bashkëpunimi. 2 prej ngjarjeve kriminale janë të rënda, vrasje me të paktën 4 viktima, të tjera tentative vrasje, sulme, atentate dhe eksploziv. Një prej çështjeve të fraksionit është vrasja e nënë bir Fatmira Dedaj dhe Elvis Dedaj, ngjarje ndodhur mbi një dekadë më parë, për të cilën akuzohet urdhërues Festim Çoli. Fillimisht, sipas PAK, Çoli ka kryer vrasjen e ortakut të tij Elvis Dedaj dhe më pas ka urdhëruar edhe eliminimin e nënës, të cilat sipas dëshmive të Dumanit e ka bërë Talo Qela. SPAK ka ngritur akuzën për të paktën 2 vrasje ndaj Festim Çolit, vrasje me paramendim dhe pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal. Çoli dhe Dedaj kishin një biznes të përbashkët, por kur Dedaj ka dashur të ndajë biznesin, Çoli ka financuar dhe urdhëruar vrasjen e tij. Talo Qela dhe Nuredin Dumani ishin grupi kontraktuar për kryerjen e vrasjes. Një tjetër emër i përfshirë në ekzekutim të urdhëruar është edhe Elio Ervis Bitri, të cilin e kanë përmendur në rrëfimet Dumani dhe Erion Alibej së fundmi. Ai akuzohet për një atentat me eksploziv me 29 janar 2020 ndaj Mustafa Subashit në Durrës dhe pjesëmarrje në vrasjen e 2 fishtë në 2 mars në Shkozet ndaj Angelo Avdias dhe Dorian Shkozës. Një tjetër atentat ditëkëprues që ndodhet në këtë fraksion është ai ndaj Emiliano Ramazanit me 20 korrik 2020 në Elbasan, për të cilën kanë dëshmuar të pandehurit Alibej Dumani me urdhër të parit. Po kështu, në këtë fashikull ndodhet e zbardhur dhe ngjarja e vitit 2012, atentati ndaj Festim Çolit me anë të Talo Qelës. Ky i fundit akuzohet dhe hetohet për disa atentata të rënda dhe krime të kryera në kuadër të grupit të strukturuar kriminal në lidhje që kishte me vëllezërit Hajdar dhe Franz Çopja, por edhe me Suel Qelën dhe të tjerë krerë të grupeve kriminale. Talo Qela dyshohet se i kryente krimet e urdhëruar dhe i paguar nga drejtuesit e organizatave kriminale, ashtu sikurse dhe Nuredin Dumani me krahun tjetër. SPAK ka ende në proces dhe ngjarje të tjera të rënda kriminale, pasi mund të zbulohet emrat e implikuar që do i shtohen dosjes. Hetimet tregojnë se mbytyja e Fatmira Dedjas ka ndodhur me urdhër të Festim Çolit, pasi ai e kërkonte drejtësi për vrasjen e djalit të saj, Elvisit, dhe kishte arritur të zbulonte prova, duke rrezikuar grupin e autorëve për të mbuluar gjurmët. Çoli akuzohet se ka urdhëruar Talo Qelën dhe Nuredin Dumanin duke i paguar.